tyre, vëllezërit dhe motrat, bashkë me shoqërinë, duke kërkuar një t'jardhmen më të mirë. Shumë si shqiptarë, si prindët e mi, kanë përjetuar jetën si emigrant, e cila nuk ka qenë as pak e lehtë. Në prezin e parë, ato kanë parë prindit e tyre të plagen vetëm, me pensione minimale, ndërkohë që kosta e jetesës është gjithmonë e më e lartë. Na thonë se shëndetësia është falas, po kur gjushi im duhet të operohen në zemër, duhet të pagunte. Atëre pyes, falas për ka? Shqipëria është një vend me shumë resursa, ka pajzazhe të mrekullueshëm, ka male vedet, po në shtëpiat e shqiptarëve s'ka ujë dhe drita të vazhdueshme. Njerëzit jetojnë me rroga minimale, të pamjaftueshme për të përballuar kostën e jetesës. Ky sistem na ka bërë të besojmë se kemi vetëm dy alternativa. Alternativa e parë, të përqafosh korrupsionin dhe të bëhesh pjesë e këtij sistemi të hajdutave. Alternativa e dytë, të mbjetosh. Por sot, ka ardhur dita kur zikson edhe një opsion i tretë. Kjo është revolucioni. Shqipëria kërkon revolucion! Revolucion! Shqipëria kërkon! Revolucion! Shqipëria kërkon! Revolucion! Revolucion! Unë nuk jam pjesë e diasporës më, por kam jetuar